Kemi shprehjen në shoqërinë tonë normale që kur u bëre ti ose kur u bë dhe ky, dhe nisur që nga dale jote e parë në Portokalli dhe Ermali që ne shohim tashmë që fton në event të emra të rëndësishëm të biznesit në Shqipëri, ka biznese, bën trajnime të rëndësishme. Kur u bëre ti Ermali? Shumë pyetje e bukur është kjo, më ka shoqëruar gjithë jetën, edhe besoj si unë dhe unë po ul nivelin e bisedës. Vjen nga ato lagjet e zakonshme të Tiranës, jemi rritur me këtë shprehje, kur u bot ky, u bë ai, dhe në fakt unë besoj se jam bërë në atë moment kur nuk më plasi fare kur që më thonin kur u bëre ti. Ai ishte momenti. Ai ishte momenti kur unë e lëshova veten dhe lash të lirë nga paragjykimet, sidomos këtyre njerëzve të çuditshëm që nuk dinë të bëjnë asgjë ose mundohen të bëjnë gjëra dhe nga që nuk i zgjidhin të vetat mundohen të hedhin baltë në jetën e tjerëve.